të prokurorit ishte dërguar në mbajtje. Aty ku qytetarët zakonisht kërkojnë mbrojtje, kësaj radhe ishin pikërisht policët ata që u sulmuan fizikisht. Një shtetas shqiptar me një nënshtetësi të huaj në gjendje të dheur ka sulmuar 2 policë. Policët janë lënduar, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës ka njoftuar se përveç lëndimit të 2 policëve, i dyshuari ka shkaktuar edhe dëme materiale brenda objektit të policisë së Kosovës. Është arrestuar i dyshuari shqiptar shtetas i huaj pasi njëjti në gjendje të dheur ka sulmuar fizikisht 2 zyrtar policor brenda stacionit policor, të cilëve u ka shkaktuar lëndime dhe po ashtu dëmtuar edhe disa dollap. Ndërkaq, avokati Anton Recaj thot se Kodi Penal i Republikës së Kosovës parashet dënim deri në 5 vite burgim për një vepër të tillë. Sulmi ndaj personit zyrtar është vepër penale e cila mund të dënohet me burgim deri në 5 vite. Për rastin tashmë janë ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore, ndërsa përgjegjësia e të dyshuarit do të përcaktohet nga organet e drejtësisë.